Një rol të veçantë në këtë proces ka bashkëpunimi me institucionet arsimore. Nxënësit dhe të rinjt janë brezi që formëson kulturën e ardhshme të qarkullimit rrugor. Ndaj edukimit tyre që në moshë të hershme është investimi më i rëndësishëm për një Shqipëri të sigurt. Kjo është arsyeja pse ne po bashkëpunojmë fort me institucionet arsimore, sepse fëmijët dhe nxënësit kanë nevojë për një impakt të jashtëzakonshëm sensibilizues. Kur një fëmijë thot prindrit në makinë, vendos rripin, mos ec shpejt, mos fol në telefon, ai mesazh vlen më shumë se 10 gjoba të policisë rrugore. Ky aktivitet merr një rëndësi akoma më specifike sot, teksa jemi në kulmin e sezonit turistik dhe siguria rrugore ka një rëndësi të veçantë në mbarvajtjen e këtij sezoni. Pavarësisht se vindet e fundit në Shqipëri është pothuajse tër vitin sezon turistik. Për këtë fakt, policia e shtetit është në gatishmëri të plot edhe gjatë këtij sezoni. Kemi hartuar plane të detajuar masash për menaxhimin e fluksit të madh të automjeteve që gjatë verës shumë fishojnë.